Në zemër të Ballkanit perëndimor, shumë përpara se romakët të ngjiteshin drejt perandërisë, e shumë përpara fjalës së parë të hedhur në letër nga kombet moderne, jetonte një botë e fuqishme, e egër, e lirë. Bota e ilirëve. Këta popull të shpërndar nga Adriatiku deri në Dunaj, formuan një mozaik fisnor që la gjurmë të thellë në historinë e Evropës juglindore. Ilirët nuk ishin një komb i vetëm, ata ishin qindra fise, secili me territorin, zakonet dhe luftrat e veta. Kush ishin ilirët? Sipas burimeve antike, emri ilir fillimisht u përket një fisi të vetëm, por më vonë grekët u dhanë këtë emër të gjithë popujve që kishin gjuhë, kulturë dhe zakone të ngjashme në këtë rajon të gjerë. Ilirët përshkruhen si popull indo-europian, të organizuar në bashkësi fisnore, me qytete kodër dhe kulturë të dallueshme materiale, luftëtar të njohur për guximin dhe disiplinën. Struktura e tyre politike nuk ishte centralizuar, në përjashtim të periudhave të veçanta, u krijuan mbretëri të fuqishme, si ajo e Adrianët. Ilirët shtrieshin në një territor të madh, që përfshinte sot Shqipërinë, Kosovën, Malinezi, Kroacinë, Bosnjën, Serbinë perëndimore, Sloveninë jugore dhe pjesë të Maqedonisë së Veriut. Ilirët jetonin në brigjet e Adriatikut, në malet e thepisuara, në lugina të pasura lumore, në qytete të fortifikuara. Kjo hapësirë e gjerë shpjegon diversitetin e tyre të jashtëzakonshëm fisnor. Fiset më të rëndësishme ilire. Albanoj, vendodhja, Kruj, Zgërthesh. Qyteti kryesor, Albanopolis. Ky fis përmendet nga Plometeu dhe vendoset në qendër të territorit që sot njihet si Shqipëria e Mesme. Albanopolis ishte qytet i fortë kodrinor, qendër e rëndësishme ekonomike dhe ushtarake. Amantët, territori, Vlorë dhe Pelen Mallakastre. Qendër urbane Amantia, një qytet i fortifikuar me stadium dhe mure monumentale. Amantia ishte një nga qendrat më të zhvilluara të jugut ilir, e njohur për strukturat urbanistike dhe ndikime helene pa humbur identitetin e saj fisnor. Ardianët, mbretëria e Ilirisë. Vendodhja nga Nerteva deri në kufijtë e Epirit, një nga fiset më të fuqishme ilire, sipas Strabonit. Në mbretin Agron dhe më vonë mbretreshën Teutë, Ardianët krijuan një nga mbretëritë më të fuqishme të Adriatikut. Ata sundonin si Maqedoninë, ashtu edhe Romën, duke u bërë armiq kryesor të saj në det. Ushtria ardiane përfshinte marinë të fuqishme, trupa të specializuar, marlore, qytete të zhvilluara si Risan dhe Shkodra. Taulantët, vendodhja, zona midis Matit dhe Shkumbinit, duke përfshirë Durrësin. Këta janë ndër fiset më të vjetra ilire, të lidhura ngushtë me brigjet dhe me qendrat antike, si Epidamnos. Mbreti i tyre, Glaukia, është figurë kyçe në historinë e Ballkanit, pasi ai strehoi dhe rriti Piron e Epirit, kur ky ishte fëmijë. Dardanët, vendodhja, Kosovë, Shkup-Nish, një nga fiset më të mëdha dhe më luftëtar ilir. Dardanët njiheshin për rezistencën e tyre të pashembull kundër Maqedonisë dhe më vonë Romës. Ta njiheshin për minierat e tyre, për luftëtarët e pamposhtur dhe për strukturën avancuar fisnore. Enkelejt, vendodhja rreth liçenit të Ohrit.
Këta njën si një nga fiset më të lashta i lirë, shpesh, e lidhura me mitet të jeshme, si ai i Kadmosit. Territori i tyre kishte rëndësi strategjike, tregtare dhe ushtarake. Bylionët, vendodhja, Berat, Mallakastër. Qyteti kryesor Bylis, një ndër qytetet më të mirë ruajtura i lirë. Bylisi zhvilloi sisteme të forta urbane dhe madje federat qytetesh. Ajo ishte shpalosja e qartë e aftësisë së ilirëve për organizim shtetëror. Parthinët, territori Shkumbin Elbasan. Një fis i rëndësishëm i luginës së shkumbimit, i vendosur në një zonë kyçe për tregtinë e brendshme të Ilirisë. Darsarletët, vendodhja, Korç, Presp, Ogradec. Një fis kufitar që shpesh hynte në aleancë ose konflikt me Maqedonac. Zona e tyre ishte pika hyrëse drejt Maqedonisë së Brendshme. La Beat, vendodhja, rreth liçenit të Shkodrës, qendra Shkodra në Mbretingen. Ky fis kontrollonte nga qendrat më të rëndësishme të Ilirisë, Shkodrën, dhe ruajti një rol kyç në luftrat iliro-romake. Ilirët njihen për kulturën e tyre të pasur materiale. Fortifikimet kodrinore, kështjella strategjike në lartësi që kontrollonin lumenj e rrugë tregtare. Varezat tumulare, një nga më të mirët në Ballkan, tumula varimi, shpesh me stoli bronzi dhe armë. Ilirët njihen për trupa të afta malore dhe për armë të prodhuara me mjeshtëri. Veçanërisht, ardianët të frikshëm në Adriatik, jo solli konflikt me Romë. Ilirët përballen me tre fuqi të mëdha të kohës: Maqedoninë, Greqinë dhe më vonë Romën. Dardanët, Taulantët dhe Ardianët përballeshin shpesh me mbretër maqedonës. Nga pirateria në Adriatik deri te përballja e madhe te Utës dhe Gentit me Republikën Romake. Këto luftra përfunduan me nënshtrimin e lirë dhe transformimin e Ilirisë në provincë romake. Edhe pse Iliria si entitet politik u zhduk pas pushtimit romak, fiset ilire lanë gjumë të thella në historinë e Ballkanit. Qytetet e tyre, kështjellat e tyre, varezat e tyre tumulare tregojnë një botë që nuk u zhduk, vetëm u shndrua. Ilirët nuk ishin një popull i jeshtur. Ta ishin zë i Ilirisë së hershme, zë i maleve, zë i detit Adriatik. Historia e tyre mbeti histori e një bote të lashtë, të ashpër dhe të bukur. I dha Ballkanit një pjesë të shpirtit të tij.